Aktoria e njohur turke në gjendje të rëndë shëndetësore. Neslihan Atagu, sipas mediave turke, nuk është në gjendje të mirë shëndetësore. Aktoria turke e njohur si Nihan në serialin Kara Sevda, që ishte shikuar edhe nga shqiptarët, së fundmi është dërguar me urgjencë në spital për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Në rolin e fundit, në serialin Vajza e ambasadorit, ajo ka shkruar se nuk do të mund të vazhdoj për shkak të sëmundjes. Unë i them lëm të mirë Nares, të cilën unë e ndjeva deri në qelizat e mia ndërsa luaja. Edhe pse tolerova problemin që kisha prej kohësh, trupi im nuk tregoi atë tolerancë ndaj meje. Kam nevojë për pak pushim. Përshëndes ekipin tim të serialit Vajza e ambasadorit. Faleminderit djema. Faleminderit audiencës sonë. Ju gjithmonë na keni mbështetur. Shihemi në histori të tjera sa më shpejt të jetë mundur, deklaroi aktoria. Rolin e Nares do i vazhdoi Tuba Bykustun, e cila do luajë në krah të Engin Akyren. Ndryshe, aktoria vuan nga koliti spastik dhe mjekët e kanë këshilluar atë të kujdeset për ushqimin, duhet të paksoj stresin, të mos konsumoj lëndë ushqyese jo natyrale dhe me pesticide dhe ilaçe të ndryshme që mund të jenë të dëmshme për shëndetin e saj.